500 milion euro investime shtesë. Partia Demokratike e Kosovës ka një plan gjithëpërfshirës, që ka promovu gjithnjë, sepse sektori i sigurisë dhe i mbrojtjes nuk mundet me qenë më i limituar vetëm tek ushtria, tek OKI-ja, tek policia, po duhet me përfshi edhe pjesë tjera vitale për sigurinë kombëtare, siç është edhe infrastruktura kritike, emergjenca civile, madje edhe siguria publike. Këto e kemi pa edhe në planin e NATO-s për 2030, ku është kërkuar nga secili shtet të krijojë një plan kombëtar të reziliencës apo të vetëqëndrueshmërisë, ku integrohen niveli qendror i qeverisë, niveli komunal, edhe qytetarë që bashkëpunojnë këta edhe në parandalimin e hershëm prej kërcimeve dhe rreziqeve e deri te reagimi ndaj tyre ku vjen në pyetje mandej policia dhe ushtria. Ne kemi parapo që buxheti në mbrojtje të jetë standard minimum 2% dhe mbi të ne kemi përafru 500 milion euro investime shtesë, minimum 500 milion euro investime shtesë. Arsyeja pse po them minimum është sepse ne punën e parë që do ta bëjmë është do ta rregullojmë që Kosova të ketë rishikime të rregullta çdo 4 vjet siç i kanë vendet e zhvilluara, e në bazë të rishikimit të sektorit sigurisë që do ta bëjmë kur të vim në qeveri, atëherë do ta përditësojmë të gjithë infrastrukturën e sigurisë dhe mbrojtjes, sepse në siguri dhe në mbrojtje duhet të planifikohet në bazë të nevojave reale dhe mjedisit sigurisë. Kështu që kjo do të jetë puna e parë, mandej natyrisht do të rrisim kapacitetet e mbrojtjes në bazë të planit të tranzicionit i cili fatkeqësisht ende nuk është përfunduar dhe këtu përfshihet edhe ngritjet e kapaciteteve të gardës kombëtare, siç është planifikuar në bazë të planit të tranzicionit, dhe garda kombëtare për momentin është vetëm një strukturë që rrin aty, por nuk është e krijuar, nuk është e zhvilluar dhe ne planifikojmë që ta ndërtojmë gardën kombëtare me një numër të caktuar të ushtarëve aktiv, të ushtarëve rezerv dhe të civilëve, domethënë 600 aktiv, 2000 rezerv dhe 1500 civil. Antarësimi në NATO është i domosdoshëm, tu e marr parasysh kornizën e sigurisë, kështu që do të investojmë në lobim karshi kësaj, integrimin e sistemit menaxhimit të emergjencave, veç edhe një ngritjen e kapaciteteve ajrore për emergjenca civile apo njësisë helikopterëve dhe sigurimet shëndetësore.